Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 30, data 30 tetor, si ku ky muaj pa u kuptuar. Jo, për u kuptua, u stabilizua dhe mënyrat e reja që vinë në rrugtim. Data 30, trekënd i Marsit që formohet nga Akrepi me Saturnin tek Peshqit, një kënd i vendosmërisë, i disiplinës, i angazhimeve, i qëllimeve, ambicjeve dhe suksesit afatgjat. Favorizohet shumë shenjat si që janë shenjat e ujit, që janë Gaforja, Akrepi, Peshqit dhe Digjetret, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Gjithashtu të njëjtën ditë Mërkuri formon një kënd me Uranin, që krijon një mundësi në çështjet që lidhen me punën, lidhen edhe me ndryshimet e mëdha. Duket se ka të bëjnë shumë me shenjat si që janë binjakët, Virgjëresha, shigjetari i Peshqit, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Kjo duket se ka një ndikim favorit. Tani, para se të fillojmë me parashkimin e